Miqtë e mi, ju përshëndes dhe juftoj sot në një episod të ri të programit Po Zot. Mikesha jon do të na çojë sot në një nga qytetet më të bukura të Shqipërisë dhe do të na ndihmojë të mësojmë më shumë për fillimet e krishtërimit atje. Si adoleshente, në verën e vitit 1991, ajo po kërkonte për një mik që të kalonte muajt e verës në qytetin që ka më shumë gjallëri pikërisht në këtë sezon. E ndërsa mendjen e kishte të fokusuar pikërisht tek takimi me këtë mik vere, gjen në shtëpinë e saj një broshurë. Miku yt më i mirë. E lexon broshurën me një frymë, por nuk kuptoi fare se kush ishte ky miku, sepse si çdo fëmijë i rritur në Shqipërinë komuniste, nuk e kishte dëgjuar asnjëherë fjalën Krisht. E ndërsa lexonte broshurën, sërish i bën përshtypje një shprehje. Është dikush që i ka parë lotët e tu, dhe ai do të jetë shoku yt më i ngushtë. Një muaj më vonë, një grup misionarësh sjell në shtëpinë e saj një djathtë të re. Ndërsa lexon, shikon jetën e këtij mikut që dëshironte të bëhej shoku i saj më i ngushtë. Si vajzë e re, mrekullohet me jetën e Krishtit, se si ai i ndihmonte njerëzit hap pas hapi, dhe dëshiron edhe ajo të bëhet si ai. Dëshiron shumë që të ndihmojë njerëzit. Ju ftoj sot të ndiqni një rrëfim besimi me aromë deti të një gruaje që na frymëzon me pasionin e saj për fjalën e Perëndisë dhe dëshirën për t'i shërbyer atij shokut të ngushtë që gjeti në verë, por që ofroi miqësi të përjetshme. Një mik që mban nga dora në çdo gëzim apo sfidë me cilën përballet. Përshëndetje, gëzojmë që jam me ju sot. Unë jam Valbona Nagnosti, emri beqarisë është Valbona Vasili, jam nga Saranda, në profesion jam mësuese, edukatore, por gjithashtu jam edhe drejtuese në takimin e grave me fëmijët në shërbesin e fëmijëve në kishën ngjyllore Sarandë. E martuar dhe me një fëmijë, me një vajzë. Unë vi nga një familje ortodokse. Ne në familjen tonë, mbaj mend mami se bashku me komshijet, sa ishin pashkët, sa ishin krishtlindjet, për më shumë pashkët mbaj mend cepat e qepëve që ziheshin edhe ne bënim veste kuqe, këto e mbaj mend shumë se kam qenë fëmijë vogël. Kështu që kishim një background ortodoks, por jo se kisha dëgjuar ndonjëherë fjalën Perëndi apo fjalën Krisht. Thjesht vi nga një familje ortodokse. Kur u hapën portat dhe u ngjilli erdhi në Shqipëri në vitin 91, misionet të ndryshme erdhën në Sarandë dhe fillonin dhe Youth With a Mission ishte në Sarandë atë periudhë në bashkëpunim me kishën ngjyllore greke dhe këta shkonin port më port dhe shpërndanin broshura. Unë kam qenë 14 vjeç. Në atë periudhë kërkoja që të kisha një shoqe, të kisha një shok, në mënyrë që të kaloja beharin. Ka qenë verë, mbaj mend qershor, korrik, gusht, 3 muajt e beharit. Dhe në shtëpinë time u gjend një broshurë, The Best Friend for You, miku yt më i mirë. Unë e lexova, po pa e ditur se kush ishte ky mik i ngushtë, sepse unë nuk e kisha dëgjuar asnjëherë fjalën Krisht, asnjëherë fjalën Perëndi. Pra vinim nga komunizmi. Pavarësisht se unë mund të kisha dëgjuar shumë herë gjyshen time kur binin bëbullimat apo vetëtimat, që thoshte o Krisht na fal, o Krisht ki mëshirë, por nuk kishin ndonjë kuptim për mua këtë fjalë, nuk kishin dhënë ndonjë sinjal brenda vetes time. Kështu që atë verë, unë qëndroj në shtëpi dhe lexoj broshurën Shoku yt më i mirë për ty. Dhe atje Perëndia më prek me një shprehje që është dikush që i ka parë lotët e tu, dhe ai do që të jetë miku yt më i ngushtë. Në muajin tjetër përsëri në shtëpinë time vjen dhjata e re. Përsëri nga ky grup misionarësh. Dhe fillova të lexoj dhjatën e re, dhe atje shikoj jetën e Krishtit se si ishte në dispozicion të njerëzve dhe si ndihmonte njerëzit hap pas hapi. Dhe brenda vetes mua më filloi një dëshirë që edhe unë dua të ndihmoj njerëzit. Por unë nuk e dija që Jezu Krishti i këtij libri, që ishte dhjata e re, se unë nuk e dija, nuk isha dija atë moment, sytë e mi akoma ishin të mbyllura, ishte Jezu Krishti që donte të ishte shoku im më i ngushtë. Dhe unë, si për çudi, në thonjza, që nuk ishte çudi, të gjitha janë nga Perëndia, e lexoj përsëri broshurën Shoku yt më i mirë dhe shikoj në fund fare ishte një lutje që thoshte ky person
do që t'jetë miku jot më i ngushtë, kështu që bëj këtë lutje nëse ti dëshiron. Dhe unë i vendos të dyja këta personat së bashku, që ishte Jezu Krishti, që unë doja t'i ngjaja, dhe unë doja t'isha si ai, dhe ai do tani t'jetë miku im. Dhe kështu ishte kontakti im i parë me Krishtin, dhe mbaj mend, prandaj shpjegova që unë vi nga familje background ortodoks, me këtë gisht unë bëj një kryq në murën e dhomës, dhe atje jam gjunjëzuar dhe jam lutur, dhe kam thënë Zot, unë dua të shërbej ty dhe unë dua të ti të jesh në jetën time. Në atë periudhë nuk ishte kishë ungjëllore në Sarandë protestante, kështu që unë vera në kishën ortodokse, ishte një kishë shumë e vogël, modeste, dhe shkoja çdo të diel në kishën ortodokse, por pa kuptuar se çfarë ishte kjo gjë, sepse nuk i kuptoja mesazhet akoma. Në atë periudhë fillova një korrespondencë me ishte një mision në Tirana që bënte korrespondencat studimet biblike, kështu që fillova korrespondencën për të njohur më mirë Perëndin, sepse kisha dëshirë, unë shkoja në kishë, ndizja qiririn, lutesha, por nuk ushqesha dhe unë doja ta njihja më shumë, kisha dëshirën brenda vetes time. Perëndia kishte vendosur dëshirë brenda vetes time, kështu që fillova këtë studimin dhe e njoha më shumë Perëndin, derisa në vitin 93 unë dëgjoj që në Sarandë kishte ardhur një mision, pra i njëjti mision tani kishte krijuar një grup besimtarësh dhe vazhdova të shkoja në kishën ungjëllore, fillova të vazhdoja në kishën ungjëllore të Sarandës. Pas kësaj isha në vitet 3 gjimnaz, pra nga 14 vjeç tani kaluan vitet, vitet 3 gjimnaz, shikoja fëmijët e qytetit që endeshin pa një shpresë, pa një dëshirë. Ishte periudha sa kishte rënë komunizmi, nuk kishin një orientim, dhe Perëndia vendos në zemrën time dëshirën për të shërbyer fëmijëve. Por ne nuk dinim si ishte struktura e kishës, nuk dinim si të veproje, nuk dinim si të jepnim mësime biblike, nuk dinim si të flisnim për Perëndin. Ishte fillimi. Dhe pastorja e asaj kohe e shikon këtë dëshirë dhe më vendos në provë. Para kësaj më thotë, Bona, ne mendojmë që ti të marrësh përsipër veprën e fëmijëve. Jemi lutur për këtë, jemi lutur 2 muaj e gjysmë mbaj mend, sepse më thanë në shtator dhe në mes dhjetorin, mbaj mend se ishte për krishtlindjet e para, vendosën që unë do të shërbeja me fëmijët, pasi morëm vërtetimin nga Perëndia që ky është vullneti i Perëndisë dhe vazhdon në veprën me Perëndin. Në vitin 94 kam shumë histori rënd dëshmi me Perëndin. Në vitin 94 në shtator, ka qenë 4 shtator, në ora 12 e natës Perëndia më thërret nëpërmjet Isaias, kush do të shkoj për mua? Dhe unë i thash, ja ku jam, dërgo mua. Kemi qenë një konferencë rinore në Selanik së bashku me Sotirin atje, pa e njohur Sotirin, pa Sotiri është im shoq, nuk njiheshim fare me njëri tjetrin, ai viti nga kishë Korfuzit, unë isha nga kishë shqiptare. Dhe në atë mbrëmje ne kemi dedikuar të dy jetën Perëndis dhe i tham, Zot, ne jemi këtu, ti na përdor për mbretërinë tënde, bëti çfarë të duash me jetën tënde. Kështu që në 94 vendosa, jo se nuk e kisha bërë më përpara këtë, por fryma më drejtoi ta bëja në një grup njerëzish, duke deklaruar e duke bërë hapur tashmë që unë dua të shërbej ty, o Zot. Unë kam qenë pjesë e kishmbjelljes nga kisha në grupin e kishmbjelljes nga kisha ungjëllore Sarandës. Ne dhe lavdi Zotit, çdo veprim që kemi marrë, ne kemi marrë në konsult me Perëndin. Por ajo i hapi më i madh, unë mendoj për mua, ka qenë zgjedhja e bashkëshortit. Se e njoha Krishtin, tani hapi tjetër ishte që unë të vazhdoja me Krishtin, nëse unë do të kisha një bashkëshort apo një shok të jetës nga bota, nuk do të më lejonte të vazhdoja me Krishtin. Kështu që kam qenë në lutje për një kohë shumë të gjatë, që Perëndia, unë jam martuar 28 vjeç, pra që nga ajo periudhë që unë njoha Krishtin, 20 vjeç, 21 vjeç, deri në 28 vjeç kam qenë në lutje. Dhe nuk jam lodhur për këtë, se shumë veta mund të thonë që na iku mosha, dhe ma thoshin, ti je madhore, tani Saranda provincë është. Ti je gjithë kjo e madhe tani, duhet martohesh si akoma beqare. Por jo, unë duhet mira sigurimin nga fjala e Perëndisë, dhe Perëndia më ka drejtuar nëpërmjet fjalës së tij. Sigurimi i parë që Perëndia më ka dhënë ka qenë te Zanafilla, kur Jakobi shkon dhe jep sakrificën, Abrahami shkon dhe jep sakrificën, dhe thot li gjithçka tek unë, dhe unë them, Zot,
ti merre, unë e lë dorën tënde. Pra, në çdo vendim, në çdo hap që kam ecur në jetën time, qoftë si familje, ne nuk kemi ecur pa vendimin e Perëndis, dhe Perëndia na ka drejtuar. Dhe drejtimi i tij jepet vetëm nëpërmjet fjalës së tij. Ne kemi fjalën e tij që na drejton. Çdo mëngjes, çdo ditë, ne ulemi, lexojmë Biblën, lutemi si familje, të shohim çfarë do Perëndia sot, si do më flasi sot. Dhe o Zot mbrom, o Zot jetoj në një botë të çorroditur. Unë kam sfidë të madhe sepse unë punoj me gjimnazistë, është moshë e vështirë. Kështu që pa lutjen e mëngjesit, unë nuk nisem dot. Do t'ju tregoj çfarë më ndodhi para 15 ditësh dhe këtë ndava dhe me gratë të takimi lutjes. Kur po luteshim, Zotiri thotë, Zoti ti je së bashku edhe me Bonën sot, dhe unë brenda vetes them, çfarë do kem unë sot, s'do kem ndonjë sfidë, unë jam e mësuar me këto gjëra. Dhe atë ditë mua djalli më ka sjell probleme nga më të pamenduarat ndonjëherë me nxënësit në shkollë. Dhe atë pasaj thash, Zot më fal, se shumë herë themi që mos është rutinë jeta, por në këtë rutinë ne kemi nevojë të kemi Perëndin. Në qoftë se ne ecim me Perëndin, pa Perëndin, vrapi që bëjmë, hecja që bëjmë, të endurit që bëjmë është e kotë. Por në qoftë se ne ecim me Perëndin, për Perëndin, ecja jonë, vrapimi jonë, veprimet tona do të kenë më kuptim, dhe do të jenë dhe më të lehta, do të jenë më të kollajte gjërat se sa të ecim pa Perëndin. Ne kemi egoizëm si njerëz. Ne kemi shumë egoizëm dhe ndoshta është e parë që po e them. Shumë njerëz mua më thoshin dhe më drejtonin, shiko se Sotiri është person i duhur. Ai është njeri i Perëndis dhe në fakt unë kisha një lutje. Zot, unë dua një fëmijën tënd, jo fëmijë si krijesë, po një person të rilindur që të dy së bashku ne të vrapojmë për ty. Pra kjo ishte lutja ime. Zot, unë dua një njeri që të dy së bashku të vrapojmë për ty. Sotiri kthehet në Shqipëri në vitin 98. Ai shugurohet pastor i kishës dhe unë çaj veprën e fëmijëve, isha full time në atë periudhë misionare në veprën e fëmijëve në Kishmbjellje dhe me gratë. Vraponim me Sotirin, lëviznim kudo në përfshatra, në qytet, çdo aktivitet e kishim bashkë. Dhe të gjithë më thoshin, shiko se ju shkoni me njëra tjetrën. Po është ai egoizmi që pse do marr unë, pse do martohem unë me atë njeri që më thot bota, apo që më thot kisha. Unë dua të marr atë që dua vet, jo se unë nuk e doja vet, jo se unë nuk kisha ndjenja brenda vetes time, por pse duhet unë të dëgjoj këta të tjerët, dhe këtu filloi ajo krenetësia ime kundra Perëndis. Unë kisha marrë vërtetimin nga Perëndia më kishte folur, urdhëro, a më ke kërkuar një fëmijën tim? Ja ku e ke. A do një njeri që të vrapoj për mua? Ja ku e ke. Apo vraponi bashkë për mua? Unë i kisha marrë këto konfirmime nga Perëndia, po ishte egoizmi që jo, por pse të më thonë mua njerëzit? Dua ta bëj vet. Megjithatë Perëndia na e uli këtë pas 3 vitesh lutje. Perëndia na sjell bashkë dhe 2 vite të tjera ne jemi lutur së bashku, kemi qenë në distancë, unë kam qenë në Athinë në atë periudhë në shkollën biblike, Zotëri ka qenë pastor në Kishë, dhe 2 vite ne jemi lutur në distancë të merrim sigurinë që ishte vullneti i Perëndis. U siguruam për këtë, Perëndia na foli nëpërmjet fjalës, na foli nëpërmjet vëllezërve, motrave, që tani u bën të nevojshme, dikur për mua nuk duheshin, por mos ta harrojmë që Perëndia nëpërmjet motrave dhe vëllezërve të pjekur, që kanë pjekuri të krishterë, na flet dhe na këshillon. Kështu që ne i morëm këto pjesë të konfirmimit që ishte vullneti i Perëndis. Dhe i vendosëm ndërkohë që siguroheshim, na do Perëndia bashkë apo jo, dhe pam që megjithëse jemi karaktere të ndryshme, ne kemi një qëllim të përbashkët, që nëpërmjet familjes tonë, patjetër që të jetojmë për njëri tjetrin, dhe të jemi bashkë me njëri tjetrin, por të lavdërojmë Perëndin si familje në një të ardhme. Dhe atë po bëjmë tani, po lavdërojmë Perëndin, secili në fusha të ndryshme, po të dy së bashku, dhe si familja, së bashku me vajzën tonë, falenderojmë dhe adhurojmë Perëndin. Dhe i shërbejmë atij. Sot kur po vinim për këtu, ne pam 2 ylbera, dhe herë e parë që ne kemi parë një ylber të plot që nga fillimi deri në fund, dhe vajtëm deri tek burimi i ylberit. Ne kemi një marrëveshje të veçantë me ylberin. Në sa herë kemi vajtur nëpër Kishmbjellje dhe kemi patur pyetje
O Zot, ti do të vazhdojmë këtu, mbaj mend për shembull kur filluam Konispolin, mbjelljen e kishës në Konispol, dhe nuk dinin donte Perëndia apo jo. Dhe tham, ne do vemi, do vazhdojmë. Derisa të marrim konfirmimin e Perëndisë. Dhe nëpërmjet këtij ylberi, ne Perëndia ne ka folur çdo moment. Akoma dhe sot në mëngjes kur nisëm tham, do Perëndia me këtë kohë të nisemi apo jo? Sarani ishte shumë shirë sot. Dhe kur na dalin 2 ylberë në me Maliaj, dhe njëri prej tyre ishte i plot, dhe tham, Perëndia do dhe ne do vazhdojmë. Kështu që konfirmimet nga Perëndia janë në mënyra të ndryshme. Por duhet të kemi një frym dallimi, që të dallojmë kush vjen nga Perëndia, pra kush është zëri i Perëndisë dhe kush është zëri i djallit, sepse kemi patur shumë në jetën tonë, 30 e ca vjet tani me Krishtin, shumë herë, sidomos në zgjedhjen e shokut, shumë herë Perëndia, si famër, mua Perëndia më ka folur, më ka thënë, shiko se ky është djalë, duke u lutur, duke marrë shenja që Perëndia do me këtë djalë, por si përfundim nuk ka qenë vullneti i Perëndisë ai. Vullneti i Perëndisë për mua ka qenë me atë që unë jam sot. Kështu që duhet të kemi një frym dallimi, të kuptojmë se kush është zëri i Perëndisë. Dhe do lutje, do agjërim, do përkushtim tek Perëndia. Se nëse ne bëjmë një lutje që në mëngjes o Zot ti je së bashku me mua dhe të më tregosh, unë kam një përpjetje të madhe, por do përkushtim tek ajo gjë. Agjërimi gjithashtu është një pikë shumë e rëndësishme për të marrë konfirmimin e Perëndisë. Me kalimin e viteve, duke lexuar, duke studiuar fjalën e Perëndisë, ti e shikon më të qartë çfarë do Perëndia prej teje. Duke parë kjo kultivohet me kalimin e viteve dhe duke studiuar fjalën, duke e njohur më mirë Perëndin, duke më njohur më mirë se kush është Jezu Krishti. Ti e dallon shumë kollaj këtë frym. Dhe mund të bësh ndarjen kush është kjo frym e ligë dhe kush është kjo frym pozitive apo frym edhe nga Perëndia. Këto momente më vjen në mendje para 2 vitesh, 3 vitesh, afërsisht unë kam patur një sfidë me shëndetin, një sfidë shëndetësore. Unë kam jetuar pothuajse 1 vit e gjysmë pa ushqim, vetëm me lëngjera, apo nëse mund të kaloja edhe lëngjera. Dhe në të njëjtën kohë unë shërbeja Perëndisë. Dhe mund të ketë një abuzim trupor, një abuzim fizik, por për mua nuk ishte. Shumë më quajnë shumë veta që ke abuzuar, por mua më mbajti Perëndia me fjalën që Pali tha, kur ishte i sëmur nga stomau, në Bibël Pali thotë që dhe me këtë mbrenjë që kam, unë do të vazhdoj jetën time. Dhe unë i thash Perëndisë, dhe me këtë sëmundje që kam në trupin tim, unë do të vazhdoj të shërbej ti, unë do të vazhdoj sepse ti ke një plan për jetën time. Në këtë periudhë kur unë kaloja me sëmundjen në trupin tim, shumë ata çuditeshin dhe thoshin si mund të jetojë njeriu vetëm me një gotë me ujë, sepse përqindja që unë kaloja ushqimin apo qofshin lëngjërat ishte vetëm 20%. Pra nuk kaloja dot gjithë ushqimin për arsye të ezofagut, ishte prishur ezofagu dhe nuk kaloja çdo gjë. Dhe unë pash që Perëndia forcoi trupin tim, forcoi qelizat e trupit tim. Dhe unë kam qenë shumë aktive, qoftë në kishë, qoftë në komunitet, qoftë në punën e përditshme që kisha. Dhe unë këtu e pash dorën e Perëndisë, akoma dhe në trup, jo vetëm në anën fizike, më fal, në anën shpirtërore time, por edhe në anën trupore time, anën fizike. Unë pash se si ai forconte muskujt e mi. Që shumë herë themi që ai mos është gjë, por jo, akoma ne duam Perëndisë na forcoj muskujt. Akoma unë dua sot Perëndin, ne nuk e kuptojmë, por është mrekulli që të kalosh ushqimin. Është mrekulli të pish ujë, se ju kushdo e ka këtë privilegj. Unë për 2 vite nuk e kisha privilegj ta haja ushqim. Unë shikoja njerëzit dhe thosha, ua shiko këta han, unë s'po ha dot. Po ky është privilegj që kemi në jetën tonë. Dhe unë jam falënderues Perëndisë tani këto momente. Shumë gjëra në jetën tonë i marrim të dhëna, kështu janë. Por jo, këto janë favore, hire që Perëndia ka vënë në jetën tonë dhe i ka sjellë në jetën tonë. Kështu që për çdo gjë ne duhet jemi falënderues për Perëndin. Ndoshta kur Jezu Krishti u lut dhe tha, Zot, të falenderoj për bukën e përditshme. Ka shumë kuptim kjo, të falenderoj për bukën e përditshme. Jo vetëm që e kam, por që unë mund ta konsumoj, që mund ta ha, që mund ta kapërdi atë ushqim. Se pa atë ushqim nuk mund të forcohet trupi jonë.
Dhe unë pash në këto 2 vite që Perëndia forcoi trupin tim, e forconte, jo e forcoi një moment, po e forconte dita e ditës për 2 vjet të tëra. Nuk është vaj çdo gjë me Krishtin. Nuk është vaj. Thjesht me Krishtin vajin e mban Krishti, po vaj nuk është. Për mua ka shumë sfida. Çdo ditë është luftë shpirtërore. Çdo moment është luftë shpirtërore. Çdo gjë ne duhet ta shohim si luftë shpirtërore. Por e mira jonë është që këtë vaj dhe këtë barë që ne kemi në jetën tonë, dim ku ta lëm. Dhe prandaj është e thjeshtë për ne. Se ne kemi në thonjza shkopin magjik. Dhe shkopi magjik është Jezu Krishti për ne, që ai mban çdo peshë, çdo barë që ne kemi, çdo vështirësi, dhe unë nuk e kuptoj pse bëjmë jetën të vështirë ne. Sepse ne kemi ku të shkojmë. O Zot, merre barën time. O Krisht, hajde me mua. O Krisht, më drejto. O Krisht, bëma këtë. O Jezus, qëndro këtu. O Jezus, nuk kam këtë sfidë. Dhe ai vjen, ai ka premtuar, unë jam së bashku me ty. Unë do të jem së bashku me ty. Ai mund të fshijë çdo lot. Ai e ka të premtuar. Është e premtuar në fjalë. Nëse ne ecim me premtimet e Perëndis, sfidat vërtet bën vaj pastaj. Por ne dim se ku ta lëm vajin. Unë këto momente punoj mësuese në një shkollë të minoritetit. Për të kaluar në Konispol, ne duhet të kalonim njëherë nga ky fshati dhe pastaj të venim në Konispol. Sotiri është në ky fshati, më shoq. Dhe sa herë kalonim atje më thoshte që Bona, kur të mbarojmë Konispolin, ne do bëjmë një kishë, do mbjellim një kishë këtu. Dhe lutej Sotiri, por unë nuk e kisha seriozisht. Tani unë flas në drejtimin e tij, jo për veten time. Dhe unë thash, jo, nuk mbaroj me Konispolin dhe jam e lodhur, nuk do ndaloj, do qetësohem. Dhe ai më thoshte gjithmonë që jo, se unë e ndijej këtë. Thonë, e ndijen ti, po se ndijej unë. E ndijen ti, po se ndijej unë. Mendoj se ishte një jo komfortësi, rehatia njerëzore. Pra, unë doja që të isha rehat në vetvete. Shumë na ndodh kjo. Dhe e dëshmoj, e them këtë, që doja rehatin time. Ironia më e bukur, Perëndia, Zoti ka ironi me jetën tonë. Ironia më e bukur është kur Perëndia mua më vendos mësuese në këtë shkollë, që unë të dëshmoj në këtë komunitet. Dhe shumë herë më thot Sotiri që nuk doje me hir, merre me pa hir. Kështu që ishte një konfirmim që Perëndia mua më donte që unë të isha në këtë, dhe të fillonim diçka në këtë komunitet. Është komunitet greqisht folës. Unë nuk doja ta besoja që me që ne dim greqisht, duhet të mbjellim një kishë atje. E shikoj një anë njerëzore. Dhe ky ishte konfirmimi që Perëndia na donte dhe na do këtu ku jemi tani në këtë komunitet. Unë e njoha Krishtin kur isha 14 vjeç, kur isha adoleshent. Dhe unë kam një vajzë tani që është goxha në moshë. Pse e them këto? Dua të them që i kam kaluar disa stade, jo ndoshta të gjitha stadet, por kam kaluar disa stade të jetës time. Dhe unë i them asaj vajzës që është në moshë për të gjetur shokun e jetës, mos u dekurajo të lutesh, sepse unë u luta për 5 vjet afërsisht të merrja vullnetin e Perëndis. Ndoshta njerëzit thonë ti ku mosha, duhet të martohesh, kshu janë zakonet tona, por sigurohu që është vullneti i Perëndis. Qëndro në lutje. Këshillohu me një madhor të pjekur, të krishter nga kisha jote. Këshillohu dhe merr të shikosh, është vullneti i Perëndis apo jo. Janë shumë, është një temë e veçantë për të parë cili është vullneti i Perëndis në martesë apo në lidhjen tënde. Kështu që janë shumë. Do ta këshilloja që të ulet me një nga kisha, një plak kishe apo një diakon kishe dhe ta diskutoj këtë temë. Të flasim mbi këtë temë, jo një herë, jo 2 herë, sepse është një temë shumë e gjatë, siç e thash, dhe shumë e thellë, që duhet parë kush është shoku i përshtatshëm për jetën tënde. Dua t'i them asaj nënës së re, që sapo ka lindur, Perëndia forcon trupin tënd. Ndoshta ti ke patur një lindje të vështirë, ndoshta ke patur një lindje të lehtë, por kryesisht ne japim këshilla kur kemi vështirësira. Mos u dorëzo.
të qëndroj pranë fëmijës së vet dhe ta drejtoj fëmijën e vet sipas fjalës së Perëndis. Atje që në gji që është duke e ushqyer, ti këndoj këngë adhuruese për të Perëndis, të adhuroj Perëndin. Ti këndoj këngët e Krishtit, sepse këngët e krishterë janë do major, më e shumta e tyre dhe janë këngë shumë të bukura për fëmijët. Dhe kemi goxha këngë në shqip tani për fëmijët, që ne mund të t'ua këndojmë fëmijëve, dhe pse jo të ngelen dhe në mendjen e tyre. Kështu që këndoj këngët e Krishtit. Kur bëm punë, unë them shumë shpejt, shumë herë grave në studiumet biblike, dhe ato e thonë vërtet, e dëshmojnë që na ikën më shpejt puna. Kur bëm punë, kur lam pjatat, kur fshin, adhuro Perëndin me fshesën në dorë, adhuroj Perëndin kur ti u ndjeve e lodhur, dhe kalon shumë shpejt, nuk e kupton fare se si lahen pjatat, apo si lahet, si fshihet shtëpia, apo si hapen, apo si hekurosen rrobat. Pra, duke adhuruar Perëndin nëpërmjet këngëve, hymneve, por edhe duke dëgjuar një mesazh, kalon shumë shpejt dhe shumë këndshëm. Jo vetëm që kalon shpejt, por kalon dhe këndshëm, pa u mërzitur dhe pa u bërë ajo mizeria në thonjza e jetës. Unë doja t'i them një nëne që ka fëmijën në moshë që është ka fëmijë e re ose i ri, 20 vjeçar apo 28 dhe ka sfidat e veta të jetës, të shkoj te Krishti. Gjunjëzo dhe lutu për fëmijën tënd. Lutu që Perëndia ta drejtoj fëmijën tënd tek një bashkëshorte e krishterë, që e njeh Krishtin, që e njeh Perëndin, në mënyrë që të eci së bashku me të, jo sot ta ketë jetën vaj, siç e thash, por sepse të dinë ku ta lënë barrë në jetës së tyre. Dhe unë i them asaj nëne që ndoshta ka dalë në pension apo është në prag të pensionit dhe thotë çfarë mund të bëj unë tani? Unë s'kam çfarë të bëj. Shiko, te Titi Pali thotë, unë ju këshilloj ju, gratë e moshuara, të mësoni nënat e reja. Pra brezin e ri, dhe brezi i ri i sotëm ka shumë nevojë të mësohet. Dhe Titi atje thot shumë cilësi. Pra ti mësoje një nën të re, se si të edukoj fëmijën e vet, se si të sillet, si të jetoj duke u bazuar pastaj te fjalët e urta 31, te cilësitë e grave. Për 2 vjet e gjysmë ne kemi bërë Titin me gratë, kapitulli 2, dhe është e mrekullueshme se ne mund ta shohim një paragraf shumë të vogël që thot ju gratë e moshuara këshillojini gratë e reja, nënat e reja, por ne kemi vajtur 2 vjet e gjysmë për të parë vetëm këtë paragraf. Kështu që kemi çfarë të bëjmë. Kemi çfarë të bëjmë si gra, qoftë në komunitet, qoftë në kishën tonë lokale. Ka shumë në kishën lokale, kemi pastrimet, kemi rregullimet, kemi kafen, kemi mikpritjen, kemi vizitat në familje, kemi inkurajimin me njëra tjetrën, dhe kush më mirë se ne mund ta bëj. Kush më mirë mund të qëndrojë pranë motrës që ka probleme fëmijën. Hajde të lutemi bashkë, ta marrim në telefon njëra tjetrën. Më thuaj pse të lutemi në telefon. Ne e bëjmë këtë me gratë e kishës, dhe gratë e bëjnë këtë, dërgojmë mesazhe. Lutemi për njëra tjetrën dhe shikojmë dorën e Perëndis në çdo fushë të jetës tonë. Qoftë nga gjërat më kot fare që mund t'i quajmë ne, më vulgaret, më pa kuptim, por ne shohim që Perëndia ndërhyn, dhe atje ku ne themi nuk e duhet Perëndia këtu, atje Perëndia ndërhyn. Dhe ne kemi parë dorën. Kështu që në përgjithësi te gratë, mbështetemi te Krishti, sepse ai na do. Nuk do vetëm këdo tjetër, por na do dhe ne gratë. Na do dhe na ka në zemër. Besoj se për sa i përket bindjes, kjo është marrëdhënia e saj personale me Perëndin. Unë di këtë, që fryma e shenjtë do të flasi. Nëse ti e hap veten tënde, nëse ti e dorëzon veten tënde tek Perëndia, fryma e shenjtë punon. Dhe unë e kam parë këtë shumë herë në jetën time. Ndoshta me egoizëm, ndoshta me kryenetësi, pa vajtur tek Perëndia dhe pa i thënë problemet e mia, por kur unë kam parë dhe kam dorëzuar problemin dhe kam thënë Zoti merre këtë, Zoti nuk mundem më, ai ka ndërhyrë dhe ai ka zgjidhur problemet. Dhe është e çuditshme se si ndërhyn, por ai ka ndërhyrë. Kështu që ajo çfarë unë i them një vajze të re është marrëdhënie e ngushtë me Perëndin. Marrëdhënie e ngushtë me Perëndin. Perëndia të flet. Nëse ti je pranë tij, ai të flet.
nga mënyra nga më të ndryshmet, por ai të flet dhe të tregon. Varet se si e kemi në marrëdhënie me Perëndin, çdo gjë varet nga marrëdhënia me Perëndin. Dhe ka të bëjë shumë si e njohim ne Perëndin. Sepse ka shumë njerëz që mendojnë se Perëndia mund të jetë një gjyqtar, që është gjyqtar, nuk them që nuk është gjyqtar, mund të mendoj që Perëndia është dhe pret kur unë do bëj gabim të më qelloj, të disiplinon, dhe unë kam frikë disiplinën e Perëndisë, kjo është e vërteta, por është dashuri. Dhe si prind, ai do të mirën tonë, nuk do të keqen tonë. Dhe ai do të drejtoj. Thjesht ne duhet të qëndrojmë në lidhje të vazhdueshme me Perëndin. Duhet jemi në kontakt të vazhdueshëm me të, duke lexuar fjalën dhe duke u lutur. Asnjë moment ne duhet të lëmë fjalën, sepse është pata jonë. Është pata që ne mund të përballemi me çdo sfidë, me çdo betejë, me çdo luftë. Pra vetëm me fjalën e Perëndisë ne mund të fitojmë betejat dhe sfidat tona. Mikesha jona tha sot se vetëm me fjalën e Perëndisë mund t'i fitojmë betejat dhe sfidat tona. Nëse e dorëzojmë veten tonë tek Perëndia ynë, fryma e tij e shenjtë do të na flasë dhe do të na drejtojë. Psalmi 119 është një nga psalmet e mia të preferuara, që të them drejtën nuk ngopem duke lexuar, dhe më kujton çdo ditë mrekullinë e fjalës së tij. Edhe dua të lexoj disa vargje për ju. E kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, që të mos më katoj kundër teje. Ti i bekuar o Zot, më mëso statutet e tua. Me buzët e mia kam numëruar të gjitha dekretet e gojës sate. Gëzohen duke ndjekur porositë e tua, ashtu sikur të zotroja tërë pasuritë e botës. Do të mendoj thellë mbi urdhrimet e tua e do të marr në konsiderat shtigjet e tua. Do të kënaqem me statutet e tua dhe nuk do të harroj fjalën tënde. Bëj të mirë shërbëtorit tënd, dhe unë do të jetoj e do ta respektoj fjalën tënde. Më bëj të kuptoj rrugën e urdhërimeve të tua, dhe unë do të mendoj thellë mbi mrekullitë e tua. Miqtë mi, jeta pa fjalën e Zotit është si të ecësh në mjegull. Mund të lëvizim, por nuk e shohim qartë rrugën. Vetëm kur kërkojmë statutet e tij, meditojmë mbi to dhe i zbatojmë, fitojmë qartësi shpirtërore dhe marrim drejtim. Një besimtar i sinqert e njeh fjalën e Zotit, mediton mbi të dhe dëshiron t'i bindet dhe ta jetojë atë çdo ditë. Të kuptosh fjalën e Zotit është shumë e rëndësishme dhe bëhet vetëm me ndihmën e Perëndisë. Ne kemi nevojë të kërkojmë atij të na hapi syt, që të kemi dallim, dhe kjo vjen kur zhvillojmë çdo ditë një lloj varësie nga Perëndia dhe i kërkojmë atij të na zbulojë të vërtetat e tij. Në vargu 19, psalmisti thotë: Unë jam i huaj mbi dhe, mos më fshi urdhërimet e tua. Si besimtar, ne nuk duhet lejojmë asnjëherë që vlerat tona të vinë nga bota ku jetojmë. Kjo është një botë e korruptuar. Ne kemi nevojë për urdhërimet e Perëndisë që të na drejtojnë. Pa fjalën e tij, ne jemi absolutisht të humbur. Thuaj Zotit sot: hapi sytë e mi për ta kuptuar fjalën tënde. Më ndihmo të eci në besnikëri në rrugët e tua, duke u mbështetur çdo ditë në Bibël. Miqtë e mi, zgjidhni që të ecni në bindje ndaj së vërtetës që zbuloni në shkrim. Zgjidhni të flisni të vërtetën, të tregoni hir dhe mirësinë ndaj të tjerëve. Zgjidhni integritetin, edhe kur është e vështirë dhe askush tjetër nuk e bën. Të gjitha këto na afrojnë çdo ditë më pranë planit të tij. Mos harroni, fjala e Zotit nuk është vetëm një uri, ajo është jetë. Lejoje këtë fjalë të formoj hapat, të drejtoj kur merr vendime dhe të ruaj zemrën. Deri në takimin ton të ardhshëm, lutem që të gëzojeni në statutet e Perëndisë dhe të zbatoni urdhërimet e tij çdo ditë.